Dhjetra banor të Mirditës, Matit dhe Dibrës u mblodhën në një protestë për rrugën Perlat Lur, investimi nisur 3 vite më parë, por që ende nuk ka përfunduar. Protestuesit u mblodhën në vendin e quajtur Livadhi Turkut, aty ku nis rruga Perlat Lur. Protestuesit kërkuan që autoritetet të ndërmarrin hapa ligjor ndaj firmës, e cila po zvarrit përfundimin e projektit. Jemi këtu, t'i kërkojmë qeverisë shqiptare, mos tallet me re me këto qëndrime për buse, me këto fondet skandaloze për një segment të tillë. Prandaj jemi këtu që për të dëshmuar se ne do t'i shkallëzojmë prapë protestat tona. Ndërkohë edhe banorët e 2 fshatrave në njësinë administrative të Postribës protestuan këtë të hënë duke kundërshtuar rikonstruksionin e rrugës. Ata kërkojnë që investimi të përfshijë edhe zgjerimin e segmentit, jo thjesht riveshjen me asfalt, pasi në këtë formë bëhet burim aksidentesh. Rruga që jemi në tash këtu është 3 metra 50. Nuk mjafton për 2 automjete të kalojnë rahat. Këtu kalojnë edhe kamësorët, kalojnë edhe fëmijët e shkollave. Në një rrugë 3 metra 50 asfalt, kur mundësit janë 90% e kësaj rrugës të zgjanohet deri në 4 metra asfalt, pa prish asnjë objekt, pa i marrë pronën as kujt, janë hapësinat e mjaftueshme 90% e saj. Sot kanë organizuar këtë protestë vetëm për mbasi kanë filluar me riparu këtë rrugë. Kërkojmë edhe sipas projektit, si anis prej të Uramesit, zgjanimi, ju peshini vetë, mund ta filmoni. Anësuet kanë bo 3 metra 80 edhe nuk shkëndin për kanalit të ju po atë vetë që në 2 makina nuk ndrohen. Banorët thonë se protesta do të përshkallëzohen me bllokim të rrugës dhe mos lejim të punimeve deri në marrjen parasysh të kërkesave të tyre.